Sipas raportit 7 mujor për vitin 2026 të publikuar nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, Sigal Insurance Group mbetet kompania shqiptare me vlerën më të lartë të dëmeve të paguara në industrinë e sigurimeve dhe me pjesën më të madhe të tregut, mbi 16 milion euro. Përgjatë periudhës janar-korrik 2026 është shuma e dëmshpërblimeve të kompanisë. 12.556 raste dëmesh u paguan nga Sigal në përputhje me kontratat e tyre dhe legjislacionin në fuqi. Kompania zotëron 26.16% të tregut të sigurimeve në vend dhe dëmshpërblen 28.15% të totalit të dëmshpërblimeve që paguan e gjithë industria siguruese në vend. Si e dhënë e qëndrueshmërisë, performancës dhe diversifikimit në treg, është edhe fakti që kompania rreth gjysmën e vëllimit të shitjeve i ka produkte vullnetare, ndërsa mesatarja e industrisë është nën 33%. Sipas raportit, industria e sigurimeve dëmshpërbleu 12% më shumë se e njëjta periudhë e një viti më parë dhe në drejtim të primeve të shkuara bruto është rritur me 2.86%.